Sot kam kënaqësinë t'ju njoftoj për pakun për përballje me inflacionin 2.0, të cilën e kemi dizajnuar dhe do ta miratojmë sot me masat si vijën. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për pensionistët. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për fëmijët. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për punonjësit e sektorit jo publik. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për studentët aktiv. Meqense për pensionistët dhe fëmijët nuk do të ketë nevojë për aplikim, sepse i kemi listat e përfituesve tashmë, do të synojmë që pagesat e njëhershme për familjet përfituese t'i bëjmë në fillim të javës që vjen. Pra, para festës Bajramit, ashtu që secila familje të ndjehet e barabartë në atë ditë feste, duke e ditur se dora e mirë e shtetit kujdeset për ta. Kurse për të punësuarit të sektorit jo publik dhe për studentët, nga Ministri i Financave jam njoftuar që nevojitet procedurë aplikimi, e cila do të hapet në javën e ardhshme dhe besoj që për këtë Ministri do të mund të prezantoj detajet tjera në verë.